Atëherë këtu jam në Schaffhausen të Zvicrës me njërin nga vëllezërit Baka, i cili i bëri krenar të gjithë shqiptarët, me Robertin. Robert, si ndihesh pas fitores? E paramendove kështu fitoren? Me thonë drejtën, jam përgatit fort, edhe pse dorën e djathtë e kam lëndu pak që në rundin e parë, por një ashtu buksova, nuk u ndala fort, edhe buksova fort, jam përgatit, a thashë edhe dje në intervistë që jam përgatit fort për 10 runde dhe për 12, se kam problem fare. Po çfarë do të thotë kjo për një shqiptar i cili ka sfida, ka vështirësi në shëndet, po përsëri ja del? Na kemi lind me vështirësina, i na rrit me vështirësina, edhe pa vështirësi nuk ka sukses kur. Edhe vështirësit na bojnë më të forta, kështu që ndeshja ishte shumë e fortë, tanë shqiptarët besoj që janë kënaqur me 2 ndeshjet tona. Çfarë do të thuash për të gjithë shqiptarët të cilët erdhën sonte të përkrajnë? Për të gjithë shqiptarëve du më thonë që këta janë forca jonë, e hangësha zemën gjithë shqiptarët, ku do që ndodhen, respekte, e jina kombi më mirë në botë. Edhe një mesazh fundit, cili është synimi yt, do të thonë tash boks i ardhshëm? Tani jemi 16-0, synimi im është munesh me emrat më të mëdhenj të botës. Jam gati për çdo boksier me peshë 90 kg me undesh, nuk ka asnjë lloj problemet. Veç mos jetë shqiptar. Unë të uroj shumë suksese.